A jena gati? Ali, Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, sot kam nderin ta kem një mysafir, gazetarin sportiv Mustafa Ademi. Selam aleikum vëllai dashur. Aleikum selam, sona vëllai dashur. Mirë se erdhe në emision. Mirë se gjatëm, kënaqësi jem këtu. Po thënë shoqëria hoxhallar mira me thirr pak edhe profesione tjera, kështu se me ndryshu pak. Me ndryshu pak. Alhamdulillah, Mustafa për ndryshe është gazetar i njohur sportiv, s'ka nevojë me prezantu. Këtë shohim e dëgjojmë në televizionin e Maqedonisë, ndeshjet live që janë kampionatet evropiane, botërore etj. Mustafa, bash më intereson si nisi karriera jote kështu, si u zhvillu, si filloi? Sebepi kryesor Suna Vllaçko është Sami Ademi. Po, legjenda. Axha im po. Kam qenë në shkollë të mesme faktikisht në vit 4, kam mësu për teknik dhëmbësh, domethënë në mjeksi dhe pas ne kam bën një transfer kështu krejt të çuditshëm, por çdo herë kam qenë një person i cili shumë e ka përcjell sportin, veçanërisht futbollin. Në mahall jam njoft dhe në shkollë, si i pari që ka lexuar çdo mëngjes, nëse të kujtohet gazeta Makedonski Sport. Po. Domethënë, si në shkollë fillore, si në shkollë të mesme, orën e parë Mustafa e ka pas thujse të lirë mos themi, duke lexuar çka ka pas po Makedonski Sportin, se përpara nuk kemi pas mobile, nuk kemi pas interneta. Dhe çdo herë kam qenë një njeri i cili ka përcjell me të vërtetë shumë futbollin dhe kam dash pak a shumë ndoshta edhe gazetarin, pasi edhe kam luajt futboll, po nuk arrita të bëhem futbollist. Dhe duke ndajt në mahall, në lagje me disa shok, Axha im Samiu më pyeti çfarë do të vazhdoj studime kur ta kryj vitin e 4, po unë e kisha vetëm në plan të regjistroj gazetarin. Ishte e premte nëse nuk gaboj, viti 2002, të hanën, erdhi në shtëpi dhe i tha babit tim dhe më tha mu, le të vjen tafa prej nesër, do të fillonte na si honorar ne që i themi faktikisht si stashme, po si prova teste. Dhe deshti Zoti prej asaj dite tash e thujse 23 vjet të mire me gazetari dhe të jam gazetar në televizionin shtetëror në TV2. Në fillim, si ishte fillimi? Domethënë, kam qenë edhe në shkollë faktikisht, unë edhe viti 4 në shkollë kam mësu dhe nuk është që kam mund shumë të shkoj në televizion, por atëherë ato koha kanë qenë shumë më ndryshe se sa tash. Shkojsha rregullisht për vikende, më shumë me shtunë e diell dhe atëherë kemi pas hapësirën e televizionit vetëm 2 orë gjysmë në ditë. Faktikisht kemi pas nga 1 deri në 2 informacione maksimalisht të sportit të brenda ditës, dhe unë më shumë i shifsha si i bonin kolegët lajmet e sportit, që për atëherë kanë qenë, domethënë Axha Samiu që e përmenda, Denisi dhe Artani kolegë që hala vazhdojnë po me ta, më shumë i shifsha si ata po i bojnë lajmet e sportit, se sa unë që kisha ndonjë angazhim, do nëse veç më pata nënshkrujt kontratë dhe faktikisht isha në marrëdhënie pune me televizionin, e masni kur fillova më studimet e gazetarisë dhe përkushtimi ishte shumë më i madh. Dallon shumë domethënë gazetaria asaj dite dhe gazetaria e kësaj dite ka dallim shumë, sikur dita me natën, domethënë është diçka e pabesueshme se sa shumë është transformuar gjithçka. Jo vetëm gazetarin, përgjithësi në botën këto 20-25 vite dhe padyshim edhe në punën e gazetarisë, sidomos te ne. Për shembull internet thujse s'kemi pas hiç. Kemi pas aty disa vende ku na vinin informacione kryesisht politike dhe ditës, dhe ku shkonim ne i merrnim letrat për të pa çka ka dhe më pas tentonim të bënim lajme ndërkombëtare kryesisht kemi bën ne të sportit edhe të vendit, por çdo herë duke përcjell, ndërsa tash dhe në ditë sodit është shumë më ndryshe, gazetaria e bën çdo kush thjesht dhe e bën çdo kush i ulur, mos them edhe i shtrir në shtëpi. Po valla. E më intereson ta vot ndeshja e parë që e ki komentu, si ka qenë ai moment, a ki pas trem, kuptohet. Ndeshja e parë ishte lehtë, jo as pak, jo kur qysh. Ndeshja e parë tash nuk më kujtohet direkt, po më kujtohet ka qenë kampionati evropian 2004, që është mbajtur në Portugali, Greqia, nëse të kujtohet kush pall kampion i Evropës, unë i kam pas vetëm 20 vjet. Do të thonë edhe tash po edhe atëherë s'kam dashur as pak unë me hyn komentim.
se një 20 vjeçarit thjesht nuk është që i ka dhe shumë hije të bëj komentim të ndeshjeve dhe veçanërisht të ndeshjet kampionatit evropian, po ishte ashtu kohë që nuk ishte faktikisht shumë edhe kush t'i bëj komentimet e ndeshjeve dhe deshta apo jo, unë u vendos që edhe unë t'jem prej komentatorëve, ndonë se them edhe një herë edhe tash, them as se si nuk isha pranuar edhe tash nuk isha dash për shembull një 20 vjeçar mu të transmeton një ndeshje futbolli se nuk mund të ketë përvojën e nevojshme as 10% ndoshta të asaj që mund ta kem unë ose dikush që është i moshës time. Nuk është që mbaj mend direkt ndeshjen e parë, por e mbaj mend që atë kampionat evropian kam vujt shumë faktikisht, shkaku i asaj që ka qenë me të vërtet shumë e vështirë, por e them unë për mua që ka qenë ndoshta në fatkeqësi që atë nuk ka pas rrjete sociale dhe nuk është që ndregjistruar shumë gabim. Më pyesin shpesh shokët dhe më thotë ose dikush kur flas, a kishe pas qef me dëgju vetën, nuk isha pas qef hiç me dëgju vetën se çka kanë komentuar dhe çka kanë fol në ato ndeshje, me të vërtetë se do ta kisha notu vetën shumë keq. Jam i sigurt që ka qenë shumë keq, por me kalimin e kohës masni kuptohet, e kemi bë përvojën tonë dhe padyshim tashmë kemi ardhur diçka që faktikisht është shumë më ndryshe se sa që ka qenë para plot 20-21 vitesh tashmë. Po. Jo, tash shikohet. Unë jo pse je këtu mysafir, po më korreshot që ti e komentues knaq, no, po. Është një kënaqësi edhe për mua, unë faktikisht e përjetoj çdo ndeshje, sidomos kur ka ndeshje të futbollit vendit ton, do nëse kemi na fatkeqësinë se punojmë televizion shtetëror dhe nuk punojmë në ato televizionet komerciale ku bëhen komentime për çdo ditë. Unë kam qef realisht jam një komentator i cili jam për çdo ditë në mikrofon dhe për çdo ditë komentoj nga një ndeshje. Nëse na kemi fatin apo fatkeqësinë të komentojmë shumë më rrallë, sidomos tashmë nuk kemi drejta televizive as ligës kampionave, as kampionatit ton dhe faktikisht nga kjo që shoh tash dhe shohim tash duhet presim ndoshta deri vitin e ardhshëm kur të vjen kampionati botëror. Dhe ajo është e vështirë tani për mua si komentator, por edhe për gjithë neve, se ti ka 2 vjet nuk e bën një punë thujse dhe për një herë futesh me një projekt që të përcjell thjesht çdo kush në vendin ton, se është kampionat botëror dhe thjesht nuk ka njeri që nuk e dëgjon. Kështu që kam qef, do të kisha pas qef kem mundësi të komentoj çdo ditë thujse nga një ndeshje, ndoshta edhe nga 2, por për momentin jemi vetëm kështu, mundohemi t'ja bëjmë hizmetin që themi ne kështu në fjalorin ton dhe shpresoj të na ketë dhënë Zoti bereqet dhe shkaku i asaj të jemi faktikisht prej komentatorëve cilët ti apo kush do të qoftë dëshiron të na dëgjoj. Tafo, domethënë ti ulesh edhe e ki televizionin përpara, edhe fillon me komentu. Let thove nuk është. Nuk është let as pak kur ta mendoj sona tash me thon ty merr fol 90 minuta veç vet. Kur ta mendoj veç fol 90 minuta veç vet, është faktikisht duket shumë e vështirë. Duket thuj se e pamundur, ama besom që kalon koha shpejt. E kam vetëm një televizor përpara, sa i ki edhe ti në shtëpi, 50-55 inça. Ndonjë shënim që e marr, kuptohet, 3 deri 4 orë minimum. Tash në varësisht edhe prej ndeshjes para asaj përgatitje. Tash fal Zotit kemi shumë mundësi se sa që kemi pas në fillim të komentimeve tona, një telefon ose eventualisht një tablet, një laptop përpara për qenë me informata online vazhdimisht nëse ndodh diçka dhe kaç është prej neve faktikisht. Ujë, do me thonë definitivisht pa e pi diku 1 litër ujë, do me thonë nuk ka shansa me një pjesë të futbollit nëse flasim. E tash ndoshta edhe mundemi mundal puna kur kemi agjerim. Agjerim na ka ndodhur shpesh, kemi komentuar ndoshta edhe ka 2 ndeshje me Denisin në kampionat evropian 2016. Ka ndodhur tjera herë që kam komentuar ndeshjet e futbollit në agjerim, besom që nuk çon mendja. Ama është lodhje. Nuk është lodhje krahasim me mështime komentu jashtë agjerimit. Dhe mos më dha 1 litër ujë me pi brenda 45 minutave. Ndokët nuk mund me çu më shumë se 20-25 minuta. Nësa kur vje puna te agjerimi në Ramazan ose qysh do qoftë, është faktikisht Zoti që t'jep diçka, do me thonë as që shkon mendja. Subhanallah, interesant. Tafo, Sami Ademi, legjenda e komentimit të sportit. Po jo vetë sportit edhe me tjera tema është marrë Axha Sami. Një fotografi prej teje si nipi ti. Thash unë faktikisht e kam fatin që e kam jo vetëm koleg, po e kam edhe miq. Është sebepi kryesor edhe një herë du me thënë edhe do ta them gjithmonë ato që unë jam në televizion, mos ishte ndoshta ai unë tash ku me ditë ku do të isha. Dentist e dhomëve. Ndoshta, nuk besoj se nuk është që më ka shku shumë puna e zanatit e dhomëve, faktikisht është sebepi kryesor që unë jam në televizion, po është edhe profesori. Jam thom çdo herë,
po është edhe profesori, edhe i Denisit, edhe i Artanit, edhe i Amirit që ka ardhur më vonë, edhe i gjithë neve atje faktikisht që punojmë televizion, është me të vërtet privilegj ta kesh faktikisht një, do ta kisha thënë edhe si margaritar, jo vetëm si profesor, kemi mësuar shumë prej tij, ndoshta nuk është se unë shumë jam shoqënu në krahasim ndoshta me kolegë tjerë me to. Shkaku i asaj që edhe faktikisht edhe familja mos ndodh keq kuptim ose diçka tjetër, po me të vërtet kemi mësuar shumë prej tij dhe nëse nuk do të ishte Samiu apo Axhi apo Çamçe ne si i themi kështu në mënyrë shoqërore në televizion, ne nuk do të ishim këtu ku jemi, ne nuk do të ishim këta që jemi për momentin. Kemi pas me të vërtet privilegj shumë të madh të mësojmë nga ai. Kemi fatin që po mësojmë edhe më tutje, ndonë tashmë është faktikisht në një moshë pak më të në penzion, po prapë është kthyer në televizion dhe vazhdojmë të mësojmë dhe jam i sigurt që do të vazhdojmë të mësojmë gjithmonë nga ai dhe jam i sigurt që nuk do të mund ta bëjmë ndoshta gjysmën e punës që ka bëu ai në jetën e tij, sa do qoftë me na dha neve Allahu imër. Ai ka bëu diçka që ne thjesht nuk mundemi ta bëjmë, ai ndoshta nuk ka bëu për sport sa po bëjmë ne dhe do të bëjmë, por ai ka bëu edhe tema tjera. Të kujtohen ndoshta si fëmijë temat sociale të cilat i ka bëu ai faktikisht kanë qenë diçka që unë personalisht as që mund të nisi ti bëj, ai ka bëu dhe ka vajtu faktikisht atë temë që e ka bëu e gjithë Maqedonia, tregon edhe që ka pas edhe probleme serioze në televizion në momentin kur ka lexu, në momentin kur ka shkruajt, në momentin kur është publiku. Koknat kanë qenë shumë më ndryshe në vitet e 90-ta, vitet e 80-ta se sa tash, është shumë më lehtë dhe kështu nëse bëjmë një përmbledhje gjithë asaj, faktikisht jam krenar që e kam padyshim miq, që e kam familje, jam krenar që e kam kolegë, por jam krenar edhe për mundësinë që më është dhënë të punoj bashkë me to dhe të vazhdojmë edhe më tutje të punojmë bashkë me to dita ditës. Interesant. Shpesh kur ndeshjet kur është përpara kur ishte tashmë na mungon, definitivisht na mungon zëri i tij. Kur është dëgjoshja, kur e kuptoja që Axha Sami është të komentu, edhe knatësia më shumë është tek se ndeshja e futbollit. Ka i gjej ato fjalë të mira, të mrekullueshme. Është një enciklopedi në vetë, domethënë kështu realisht për me shkruajt, po. Tash ne jemi komentator, ai edhe shpesh ma thot, unë ti kam thot informata që i ki ti, unë ta kam thot faktikisht të dijen që i ki ti në aspektin sportiv, do të isha shumë më i mirë. Po ana sjelltas unë se kam faktikisht ndoshta 20-30% që e ka ai në aspektin e dijes, në aspektin e shprehjes. Do të thonë shprehjet e tij sot e asaj dite janë faktikisht ato që i përsërit ndoshta çdo fëmijë që e ka dëgju, i përsërisim ne dhe edhe një herë them që i kemi mësuar ne. Neve edhe ku me ditë sa me punu, thjesht është e pamundur të arrijmë ato që e ka bëu ai, me ndoshta shumë më pak se sa ne që kemi hapësirë për momentin, për të bo, dhe edhe një herë them faktikisht kemi shumë kënaqësi dhe para se gjithash kemi pas privilegj si unë si kolegë tjerë që kemi punu bashkë me te, e që ndoshta nuk e kanë kolegë tjerë faktikisht veçanërisht të sportit si në vendin ton, por edhe në vende tjera faktikisht Samiu Axhi, jo vetëm se është Axh, po është faktikisht një gazetar dhe një komentator i përmasave ndoshta shumë më të mëdha se sa të vendit ton. Kudo qoftë çoje në Kosovë, Shqipëri apo kudo qoftë në për botë, është faktikisht që mund të i bëj ballë çdo komentator edhe më të njohur. Mustaf, e kum vërejt e ti shpesh je anku me drejt, kuptohet, për shikimin e ndeshjeve nga shqiptarët, ndeshjeve në gjuhën maqedone. Do të thonë bëhet fjalë për shikuesit jashtë Maqedonisë, ne kemi televizionin Maqedonisë 1, televizionin Maqedonisë 2. Ndeshja në gjuhën maqedone është në televizionin e Maqedonisë 1, ndërsa ndeshja në gjuhën shqipe është në televizionin e Maqedonisë 2, ku është Mustafa dhe ekipi i tij. Mirë, po ka shqiptar që i shohin ndeshjet me komentim në gjuhën maqedone. Dhe kjo është absurd apo jo? Se për këtë gjuhë fundit edhe kena derdhë edhe xhak për me ardh deri te televizioni, deri te shkolla, deri te janë vra njerëzit për këtë gjuhë e tash ti me anashkalu këtë gjuhë nënës shqipe është vërtet problem kjo. Ka ndodhur shpesh sugno që jam anku sidomos në rrjete sociale ku tentoj edhe të jem aktiv kryesisht ndoshta edhe me më shumë me kritika se sa me lëvdata gjatë kampionateve evropiane apo botërore. Një më dhem kur shoh për shembull kur kaloj Kaçairi, më thon ka ja e pasha dhe shoh në kampionat botëror ose në kampionat evropian është më të vënja. Për çën edhe ndoshta edhe më tragjike dhe më e keqe, nuk është të dëgjohet komentatori. Se natë për ato zhurmat çajtoreve apo të kafeve komentatori thuj se nuk dëgjohet hiç, po. E çka i kushton pronarin e lokalit ta qes vetëm më të vëdyshin,
hajde pe pranojmë që Mustafa nuk është komentator i mirë, Denisi nuk është komentator i mirë, Artani nuk është, Samiu nuk është komentator i mirë. Tash edhe Amiri që në është bashku. Ti nuk e dëgjon komentatorin lokal. Në shtëpinë tënde në rregull. Ka ndodhur rast për shembull unë që më kritikua edhe politikan i cili ka reklamu në story, më të vënishin duke e shiku, mos them është edhe ministër ka qenë atko. E tash ti si ministër shqiptar i qeverisë në vendin ton, nëse reklamon që jetoj dëgju më të vënishin komentim, është absurditet. Tash po më kujtohet, po më kthehet filmi edhe mu në finalet kampionatit botror në Katar. 2022, nuk du t'ja përmend emrin ministrit. E ka postu postim në rrjetet sociale me djalin e tij. E ka shiku finalen në MTV1. Gjuhën maqedonane. Ajo është nënçmim shumë i madh për mua realisht. Hajde çe pe pranojmë, unë nuk jam komentator i mirë. Nuk jam komentator i mirë, në rregull, me të anën nuk të pëlqej, më shumë të pëlqen komentatori i MTV1-shit. Po ti si ministër dhe ju si politikan jeni ata që po luftoni për drejtat tona në këtë vend. Ti dush më thonë shembull. Po atëherë dhe unë mos ta pranoj, nuk po të pranoj ty si ministër, po pe pranoj si ministër një deputet ose ministër maqedon. Edhe është shumë e dhimbshme për mua realisht, tash më kujtohen këto 2-3 raste, po më kujtohen edhe shumë raste që kam kritikuar më herët me statuse në rrjetet sociale ku kam pa, edhe një herë po kthehem te ajo. Domethënë, është derë dhe gjak për gjuhën shqipe. Ata vetë si politikan kanë bot çmos. Po mu më pëlqen një sen që te rinia faktikisht. Na i kemi bo më thuj se ka 40. Te ata më të ri se na që janë ka 15 ka 20 vjeçar, te ata më nuk ekziston ajo. Ndërsa te na dhe gjeneratat për fat keq më të vjetra se na si duket ala ju kanë mbet në kry ajo. Dojnë me dëgju stativa, nuk dojnë me dëgju shtyha. Dojnë me dëgju studia, nuk dojnë me dëgju referi. E unë për veti, po dhe bashkë me kolegët jemi krenar që jemi prej sebepe kryesore që fëmijët në mahallat e na më kur luajnë futboll ndokët më nuk thojnë eroki stativën. Rjetën thoj, nuk thojnë mrezha. Edhe elhamdulillah jam falenderues Allahut që na i ka mundsuar nat jemi faktikisht sebepet për t'i bëu këto te rinia. E këta gjeneratat pak më të vjetra, inshallah pak marrin mësim edhe prej rinisë dhe ndryshon spakun që në kampionatin botror vitit arshëm dhe mos kemi raste sikur këta ministra, po edhe po them edhe një herë, sikur në për çajtore dhe kafet e Shkupit, po edhe kam përshtypjen edhe vendeve tjera të mos dëgjojnë. Se apet edhe njerë po kthejnë edhe si shoqërina nëse mledhëm në shtëpi, shumë pak realisht dëgjohet komentatori kur të luhet futbolli. Diskuton, fol, bërtet, këcen njani, këcen tjetri, komentatori bjen shumë pak faktikisht në sy mos thom në vesh. E çka të kushton ty MTV1 me MTV2, fotografinë kemi të njëjtë. Nëse ka MTV1 Full HD, ka edhe MTV2 Full HD. Hajde përpara ndoshta kemi pas ndonjëherë problem, ama kjo ka ndodhur para 10-15 vjetëve, ku ka qenë MTV2 me fotografi me sinjal pak më dopt. Tashmë nuk ka kur farë dallimi. Edhe për çato më them, shpesh ndonjëherë them, ndoshta edhe jam gabim majdin sikur unë vetën po liftoj se diçka apet po them edhe një herë. Shumë i qartë. Nuk jam si komentator i mirë në mendimin ton. Mendimin e tjetrit jam shumë i mirë ose më i miri, ama respektoj faktikisht veten. Respektoj veten si shqiptar fillimisht dhe nëse kur gjë tjetër apet po them edhe një herë, sun ta ndaloj as në lokal, hala ma hiç në shtëpi, dëgjoj në shtëpi çysh dush. Ama kur ta bëjsh atë fotografi, kur ta bëjsh atë story, mendoj që je politikan i cili merr vota prej shqiptarëve. Dhe kur ta postojsh atë fotografi në rrjetet sociale, kujtoj se e reklamu. Kena sakrifikuar shumë si popull. E për fat keq që ndodhin këto gjëra, po shpresojmë inshallah, edhe pse do ndodhin edhe në të ardhmen sigurt, po inshallah deri në vjen sado pak një përmirësim. Inshallah. Tafo, je i kyçur edhe në sportin e mundjes apo jo? Po, ka tash më shumë se 10 vjet jam aktivisht si në klub mundje, si në federat, më herët faktikisht jam aktiv edhe ato shumë. Edhe pse përpara nuk është që e kom preferu shumë si sport. Amo, Tavo, shka është problemi përpara që Shaban Tërstejna, Shaban Sidiu, pse s'po dalin, ose ndoshta edhe dalin, amo... Nuk është që nuk po dalin edhe pse Shaban Tërstejna, Shaban Sidiu, së në është, më së thëmë tash e pa mundur, Allah u bën mrekulli sa herë, ama është shumë problem me dalë. Është shumë problem me dalë. Ku është problemi, shpesh e diskutojmë, unë jam po them i kyçun tashmë 2-13 vjet mira. Si në klubin e mundjes Liria, si në federat mundjes, si më ka Nikola si sekretar. Jam një njeri i cili përpara ndoshta s'kom pas as pak interes për mundjen, ndërsa tash kur të mjipet në mundësi e vogël, tash para një muaj kishte kampionat evropian Bratislav. Deshta me shku për ndodhen do punë dhe nuk mujta. A me thonë, bëj çmos që të shkoj të jam aktiv, të shikoj. Jam edhe në organizime ndërkombëtare i angazhuar kur ndodhin kryesisht në Shqipëri kohëve të fundit, faktikisht shkoj në organizim të vendosjes, në organizim transportit dhe këtyne xhanave, ti kthehem me faktikisht temës dhe pyetjes së tha, nuk e di ku është problemi, realisht e diskutojmë shpesh,
kushte nëse themi tash kanë kushte përpara ndoshta s'kan pas, po edhe kanë pas. Mbështetje nëse themi përpara ndoshta kanë pas, ndoshta edhe s'kan pas, tash ndoshta kanë, ndoshta edhe nuk kanë, duhet pak më seriozitet, nuk është se nuk kena talenta. Nuk është se nuk ka talenta, Besiri është kampion i Evropës për kadet. Fatia faktikisht është 2-3 herë kampion i 5 kampionate botërore për 3, i 5 kampionat evropian për të mëdha. Kemi edhe një Elmedin që ka qenë i treti, thujse i treti në Europë për senior. Kemi edhe mundësa tjerë cilët po vinë, kryesisht janë nga klubi i Mundjes Liria, kryesisht kanë dalë nga kjo Gazipa prej këto. Duhet bo më shumë, duhet investu më shumë, po para se gjithashtu duhet punu më shumë. Edhe duhet kriju kushte pak më të mira. Liria si Liri ka kushtet mos thënë fenomenale sa i përket aspektit sallës, por është evidente që mungojnë ndoshta kushtet të tjera, por shpresoj unë jam shumë i bindur që me punë nëse vazhdohet siç është punu te Liria deri para disa kohë mund të bëhet sërish rezultat, por e them edhe një herë, inshallah jam gabim ma rezultatet e Shaman Tërsen e Shaman Sejtiut janë pa arritshme si duket. Pa arritshme ndonë se që Kosova po i arrin në sportin e judos, që është edhe ai sport olimpik, por kemi qef na, padyshim që kemi mundësi edhe na t'i gëzohemi ashtu rezultateve këtu në Maqedoni, sidomos në Shkup, por tash për tash është vështirë. Atëherë Top, ndoshta më u kthi pak tash te ne të njohemi si besimtar, frekuentuesi të xhamive, alhamdulillah. Alhamdulillah. Si e ban, domethënë si e çon me çështën e namazit. Alhamdulillah, Namazi dhe tafa. Alhamdulillah ka më shumë se 10 vjet që jam i përkushtuar dhe tentoj faktikisht çdo ditë senin primar, qysh prej nisjes e deri në përfundim ta kem namazin dhe tani. Gjaja tjera, alhamdulillah ka dashur Allahu, tu nis prej familjes, tani edhe prej shoqës, po edhe prej shoqërisë ku jam i rrethum, më thon 90% që jemi gjithë faktikisht praktikues namazit, praktikues të fesë në përgjithësi, dhe është shumë e lehtë, realisht, dhe është shumë kënaqësi. Shoh diku ndonjë shoqëri që është problem, po problemin e shkakton rrethi faktikisht i asaj shoqërie, problemin e shkakton rrethi i Mustafas, nëse Mustafa shoqërohet me njerëz të cilët nuk janë të asaj rruge, nuk janë të namazit. Elhamdulillah Mustafa, po them edhe një herë, duke nisë qysh prej familjes, duke vazhduar te shoqëria dhe të gjithë pak a shumë që shoqërohem, seni primar, gjaja primare është namazi dhe ka më shumë se 10 vjet, e inshallah do Allahu derisa ta japim frymën e fundit, të jemi në rrugën e tij dhe të jemi prej praktikuesve, por para se gjithashtu edhe prej atyre që e falim namazin, dhe sidomos në kohën e tij e kritikoj shpesh veten që namaz sabahut mungoj në për xhami, Ramazanin fillimisht e nisi mirë, mas Ramazanit e vazhdoj një kohë gjatë dhe tani sikur bje pak mos thom imani, por inshallah tash e tutje do Allahu dhe vazhdojmë. Përpjekje, gjithmonë. Përpjekje, po, padyshim, por kemi padyshim që kemi nuhatje. Gjithë jemi me mangësi, po. Padyshim kemi faktikisht ngritje dhe ulje edhe në iman edhe në gjithçka, por padyshim që është seni primar dhe seni i cili na mban më së miri në jetë dhe na mban faktikisht në atë rrugë cilën kam dëshirë thjesht ta shoh çdo njeri që e du. Duke nisë prej familjarëve, prej shoqërisë, elhamdulillah shumica e tyre që më rrethojnë janë në atë rrugë. Alhamdulillah. Edhe unë kam shumë më lehtë faktikisht dhe shumë më mirë. Si ndjehet Tofa gjatë namazit? Është kënaqësi e cila faktikisht nuk është që mund të përshkruhet. E themi në ndoshta thjesht, shpesh e themi si një fjalë, unë e them edhe në aspektin e komentimit apo në aspekt kur të përshkruaj diçka tjetër dytësore do ta kisha thënë jetë, pasi primarja padyshim që është namazi, kënaqësi e cila nuk përshkruhet por vetëm përjetohet. E tash na ndodh shpesh kur jemi të angazhuar, ndoshta edhe falim ndonjë namaz pak me koncentrim më të ulët, ndonjëherë pak me koncentrim më të lartë, por është faktikisht definitivisht kënaqësi kur falen në xhami, kënaqësi kur e fali edhe në punë, elhamdulillah na ka mundsuar Allahu në punë të mos kemi asnjë problem. Domethënë as problemin edhe më të vogël dhe të vetëm lidhur me namazin, lidhur me gjithçka tjetër që është e lidhur ngushtë me praktikimin e fesë të Allahut, dhe gjitha këto janë faktikisht kënaqësi dhe përjetime në veti. Çfarë do të më pyet në punë me kolegët? Kuptohet ndoshta ti ka edhe dikush që se falë dhe si e çon me kolegët, besimi i yt, praktikimi i islamit dhe kolegët. Kolegët me cilët më shumë të shoqënohen faktikisht dhe që rim, thujse na ndan vetëm një shtrat, shumica elhamdulillah prej praktikuesve, por prej kolegëve faktikisht janë ndoshta edhe prej sebepeve që unë jam. Ky që jam. Do t'i përmeni tash meritojnë Valoni që e kemi kolegën në montazh, Agimi që e kemi kolegën në arkiv,
Bekimi Laçi, kolegi cili nuk është mes neve në televizion tash një kohë gjatë, por ata janë 3 prej sebepe kryesore që Mustafa është faktikisht në namaz dhe vazhdimisht shoqërohemi, por edhe me kolegë tjerë të cilët ndërkohë vinë, është një e mirë që faktikisht të nen zyrja e redaksi sportit llogaritet të nen televizion, mos ta themi sikur një mini mesxhit. Tash mos themi që vjet çdo kush, por pak a shumë aty falet namazi, aty falet thuajse rregullisht nga të gjithë që jemi në zyre, por shpesh ditë të ndodh edhe ndonjë koleg krejt, po shpesh ditë të ndodh edhe ndonjë koleg tjetër i cili vjen i ri apo është pak më larg prej neve në ambient, a bën ta fali namazin, vjen e fal namazin, elhamdulillah kemi edhe xhamine Karadak Mahallës me njëra aty përballë, domethënë nuk kemi asnjë problem të vogël hiç rreth praktikimit, e kemi pas ndoshta meriton edhe për të përmend Migena Gorencën e kemi pas mbi 10 vjet kryeredaktore, është faktikisht nuk i takon besimit islam, por as edhe një herë nuk ka ndodhur ndonjë pengesë apo ndonjë ngacmim apo nuk e di ndonjë tentim për të ndaluar diçka, domethënë jo vetëm ajo gjithë. Në televizion janë tolerant, jo gjithë janë praktikues, ndoshta shumica nuk janë, por padyshim e them edhe një herë, nuk ka asnjë pengesë të vetme për ta praktikuar atë, ndërsa në redaksi sportit praktikohet elhamdulillah shumë thuajse nga të gjithë. Andaj edhe respekt për zonjën Migena Gorencë, e cila vlen të përmendet padyshim shkaku i asaj që nuk ka pas, faktikisht unë tash në fillimet e mia ndoshta edhe kom pas drojë, jo vetëm nga ajo. Vlen të përmendet ndoshta edhe kolegët Maqedon, që nga drejtoria. Unë kam mjekër elhamdulillah, po kam mbi 10 vite, as edhe një herë nuk më shpërmend faktikisht pse del me kështu mjekër, pse del apo pse falesh asgjë hiç. Paraqitem në ekran tash elhamdulillah ka filluar kohëve të fundit është bolla si modë dhe edhe gazetare dhe moderator që nuk kanë fare lidhje me islamin, e kanë mjekrën, është bën ndoshta një lehtësim, po unë ka mbi 10 vite që nuk kam pas as edhe një herë të vetëm them problem në çdo aspekt praktikimit fesë islame brenda televizionit edhe jashtë, kështu që jam falënderues fillimisht padyshim ndaj Allahut, por edhe ndaj gjithë atyre që mundsojnë të mos kem probleme apo kokdhembje fillimisht unë, por edhe gjithë kolegë tjerë të cilët e praktikojmë islamin brenda televizionit. Alhamdulillah, më kujtohet si sot ishte një ndeshje shumë e madhe, ka pas shumë shikues, 20.000 shumë ka pas shikues, Tetovar, Shkopjan, Komanovar, lujti Shkendia me Gentin e Belgjikës, ishte ti në komentim edhe unë isha ati afër edhe ardh vakti i namazit, akshamin duket edhe pe javan sono. Hajde shkojna e falë në akshamin, e se dishe që edhe unë jam namaz, po në namaz u mbledhëm një grup edhe në stadiumin e qytetit, të Sheprojevski që është, hina me falë në akshamin e banë, më disit taravi, elhamdulillah. Ma përmend edhe para emisionit nuk është që mu, po mu kujtoj ka se realisht tash e falim kryesisht nëse mbetet puna e akshamit për mos të mbetet deri në yatsi, është aty një zyre e cila janë 2-3 zyre aty brenda po ambienteve stadionit, edhe faktikisht çdo herë hy vet ose kush do të qoftë dikush prej kolegëve apo shoqërisë se jemi bashk, nuk e kemi problem. Realisht kjo nuk po më kujtohet shumë një herë një ndeshje e futbollit Shkupi me Vardarin, o kanë Shkupi rikthimi faktikisht në ligën e parë dhe është një barazim 2-2. I kujtohet shumica sigurt të atyre që e dojnë Shkupin, sidomos shfercerave, një barazim 2-2 në stadion të Vardarit. Tifoz mysafir, jo se jo, unë nuk e di qa mu dha shkova me shiku ndeshjen, dhe erdh një kohë faktikisht kur u desh mu fal namazi akshamit, ama ndodhin probleme shumë të mëdha. Fillun shumica prej tifozëve tyne tinë edhe te kabinat e gazetarëve. Edhe duke kërku ata që na kërkojnë neve shqiptarëve, duke mos na njoft neve elhamdulillah dhe duke u masku pak aty brenda. Dhe erdh një kohë faktikisht për të fal namazi, ajo zyrja ishte mbyll ku jemi falna, po u detyruam me një koleg tjetër të falemi pak me një ambient jashtë, po fatkeqësi që një ambient ku ishim të sigurt që nuk ka mundësi faktikisht të deporton ndonjë prej tifozëve tyre fankesh. Po, në fund të mbyll ndeshja 2-2 dhe është një kom postuar edhe në Facebook, më kujtohet si sot me një kënaqësi krenari shumë të madhe prej 11 lojtarëve të Shkupit, mos them më shumë se gjysa, duke u nis prej kapitenit atëherë Suat Zendelit, gjithë ransejsh dhe falënderimi Allahut. Po 2-2 sa atë kohë ishte Shkupi në situatë ekstremisht të keqe, ndërsa Vardari ishte ekip që thuaj se lunte në grupet e Liga Europa dhe ai barazim 2-2. Mu ka lënë përshtypje faktikisht dhe kur për jetë nuk do të harroj atë namaz, ndërsa tjerat me ty pas ka ndodhur rasti me një ndeshje, faktikisht është thuajse çdo ndeshje kur vjen edhe një herë përsëriti. Nëse vjen diskutim namazi akshamit i yatsis, ndoshta jo, pasi e falim edhe kur të kthehemi në shtëpi, po mos ik namazi i
akşamit ose eventualisht edhe një namaz pak më herët, atë zyre njësoj kemi bosi një mini mesxhit aty në stadiumin në arenën Todor Proeski, edhe me kolegë tjerë të sportit, faktikisht Fatoni që ka qenë kohë gjatë në punën e zëdhënësit të Federatës Futbollit, Azizi dhe gjithë kolegë tjerë, faktikisht Hajrushi, Maxi, gjithë faktikisht televizioneve tjera, mbledhemi apo individualisht shkojmë dhe kryjmë obligimin dhe më pas vazhdojmë ose shikim ndeshjes ose nëse ka edhe komentim gjatë pauzës prej 15 minutave. Elhamdulillah për gjithçka që na ka mundsuar Allahu. Leksimet ditë sotit i kemi gjithandej, jetojmë në një vend ndoshta që nuk është faktikisht vend që njihet si vend musliman, por kemi mundësi faktikisht të praktikojmë, sidomos ta bëjmë namazin e rregullt të thjesht ku të dojmë, si të dojmë dhe pa as edhe një problem të vetëm. Ndoshta ka ndonjë përjashtim, po mu elhamdulillah Allahu nuk më ka sprovu me ashtu probleme, faktikisht kem problem mos mund ta fali namazin ku do qoftë të thjesht në për vendin tonë. Tash elhamdulillah ka fillu edhe qendra tregtare faktikisht i bojnë ato mezhitet. I kemi me një, ndoshta Trizgate e kemi tash si ti mallin nuk ka nëse nuk gavoj tash për tash, por jam i bindur që me kalimin e kohës do ta bojnë edhe ata. Kemi shembull mos flasim për Turqinë, për Stambollin, por edhe në Kosovë, alhamdulillah kanë filluar në përqendra tregtare, kështu që kudo që don, nëse don, ke kohë, ke hapësirë dhe ke mundësi para se gjithashtu. Ai që do e gjen mënyrë, ai që nuk do gjen arsye se. Hadysh. Atëherë tafo kam dëshirë unë hina në Facebookin tan, i zgjedha disa postime, thash ti komentojmë. Kam dëshirë mi komentuar. Atëherë postimi i parë është iftari në Champions League. Keni shkuar kështu. Koha e iftarit në ndeshjen koha e iftarit në Lille, gjithashtu në Barcelonë, në Champions League dhe ndërprehet ndeshja në kohë të iftarit. Shpresoj këtë pamje dhe video mos më i pa grupi Deçanit e kishit. Si e komenton? Sona unë si në aspektin e islamit, si në aspektin e sportit, realt, mos tham thuj se hiç ose 2-3 herë ndoshta gjatë jetës time, edhe në aspektin politik, çdo herë kur shkruaj në rrjetet sociale, shkruaj pak edhe me ironi. Absolutisht. Edhe kjo ka qenë faktikisht ironia duke u përmend grupi i Deçanit, por para se gjithas kënaqësia kur e kom pas se çfarë po ndodh në ato ndeshje. Do të thonë ndeshjet nivelit më të lartë të futbollit evropian dhe botror, dhe referia e ndal ndeshjen për të bërë iftar ndonjë futbollisti aty në ekip, po Lamine Yamal dhe tjerët. Me thonë çfarë kënaqësia është kjo për neve, por edhe çfarë dëshpërimi është kjo faktikisht për grupin, për tipat e grupit Deçanit dhe gjithë atyre që janë kundër asaj që ne praktikojmë. Do ta kisha marrë si shembull, për shembull nëse ndodhin në kampionatin e Kosovës, dhe të ishte ndërprerje ndeshje ndonjë futbollist kosovar që dora në zemër, elhamdulillah ka shumë. Domethënë ka shumë në futbollin e Kosovës, edhe në futboll skuadrat e futbollit në kampionatin tonë që janë praktikues. Shumica prej djemve që luajnë të Shkupi tash në këtë kampionat, çdo natë kemi fal namaz natë bashkë elhamdulillah në xhamit kudo qoftë në për Shkup. Domethënë është për mashallah janë gjithë. Shqipëri po ashtu. Shqipëri po ashtu, dhe çfarë nëse kishte ndodhur, kam përshtypjen që Shqipëri nuk do të ishte bash buje madhe, po kishte ndodhur në kampionat Kosovës, por fat keq Kosova janë vetëm preardhje prej Kosovës dhe knaçi krenari padyshim po. Për fat keq do të ishte kam përshtypjen shumë buje madhe negative, sepse edhe si referi e ndalon ndeshjen për një futbollist tash mos përmend jam kush do qoftë për të bëj iftar. Ndërsa në ligën e kampionave shiheni në Lille dhe në Barcelonë, para mendon Barcelonë, e ndalon arbitri, e ndalon referi lojën dhe i mundson Yamalit ose kujt do qoftë për ta prish, për ta bë iftarin. Faktikisht kjo është një kënaqësi në veti, shpresojmë që edhe Kosova pse jo, në të ardhmen të ketë kështu faktikisht të reflektojnë dhe të kenë nëse asgjë tjetër mirë kuptim për këto punë, pasi me të vërtetë Kosova si mungon kjo dhe diskutojmë shpesh kur takohemi me vllazën edhe nga Kosova edhe nga Shqipëria dhe them edhe mendoj edhe them që jam i bindur se Shqipëri për momentin është shumë më mirë se sa në Kosovë. Kuptohet nëse përjashtojmë mediat në Kosovë bëjnë faktikisht atë që nuk është situata ashtu siç e thuan ata, por ata duan ashtu ta pasqyrojnë te popullata dhe për fat keq e pasqyrojnë, por në terren, kështu që themi, në aspektin politik apo në aspektin sportiv është shumë më ndryshe se sa ata që e pasqyrojnë apo tentojnë ta pasqyrojnë. Absolutisht. Një postim i cili e ke postuar dhe më ka pëlqyer shumë është kështu: Drita Saiti e dha arin për Universitetin e Tetovës, Altanin.
Në vendin tonë vështirë mund të gjendet familje sikur ajo Saiti, që ka dhënë atë shumë për arsimimin shqip në këto troje, sidomos si Drita Saiti, e cila dhuroi gjithë stolitë e saj të arit, që në të kaluarën, sot dhe në të ardhmen shqiptarët e vendit tonë të mund të studiojnë në gjuhën e tyre anë, dhe jo sikur paraardhësit tanë në këtë vend. Që ky investim të ketë edhe më shumë vlerë dhe peshë tash e mbi 2 dekada, po kujdeset edhe profesori Joni Biri i familjes Saiti, Blerim Saiti, i cili po e vazhdon rrugën e trasuar nga prindërit e tij. Profesor të prifte mbara në zgjedhjet për rektor në Universitetin e Tetovës, nënës Teres, dhe shpresoj shumë shpejt të shohim në atë ulëse, që padyshim do të ketë shumë hije. Drita Saiti. Fillimisht rahmeti pas shpirti asaj, Rahmeti pas shpirti, po. edhe bashkëshortit saj. Deshti Allahu caktimi i Zotit brenda një periudhe shumë shkurt të dy. Faktikisht e dhanë amanetin në këtë botë, gjatë kohës pandemisë nëse nuk gaboj. Çka të themi ose unë, knatësi për atë nan, knatësi për atë familje, knatësi shumë e madhe me siguri shpirtërore edhe për vetë profesorin Blerim, dhe për gjithë familjen, por edhe për gjithë shqiptarët. Na jemi këta shqiptarët faktikisht që jetojmë në Maqedoni, dhe jo si duan shumicat na pasqyrojnë më ndryshe. Është faktikisht diçka që nuk e di, tash më tërçethet edhe trupi, faktikisht knatësi shumë e madhe, po të kisha pas mundësi e dhon edhe ti dhe kushdo qoftë, pasi çdo cent i dhën, nëse themi, çdo gram i dhën nga ai altan, nga ai jari, kam përshtypjen që padyshim Allahu tash ja kompenzon. Padyshim. Dhe do t'ja kompenzoj deri në fund. Kam kënaqësinë që profesorin Blerim fillimisht e kam pasi profesor në shkollë të mesme, ku e përmenda në fillim që kam mësuar në shkollën e mjekësisë, por tash edhe si bashkëpunëtor të sportit, edhe si shok më shumë. Nuk deshti Zotit bëhet rektor në Universitetin Nën Tereza, ndodhen disa gjëra të cilat edhe penalizun kam përshtypjen gjatë afatit të si të themi, të lobimit nga të dy anët, sidoqoftë Universiteti Nën Tereza do të vazhdoj edhe me rektorin tjetër, kam përshtypjen dhe dëshiroj të jetë ashtu faktikisht ngritjen dhe mas një kohë të jetë ajo që është për momentin Universiteti i Tetovës, pse jo inshallah dash Zoti në të ardhmen edhe ajo që është për momentin Universiteti Cirili dhe Metodi në Shkup. Janë momente, kanë qenë momente në të cilat ne për momentin, por mund të them edhe rinia tjetër, ajo që po vjen pas nesh. Fëmijët që janë 15-20 vjeçar për momentin nuk mund ta kuptojnë. Prandaj unë i bëj këtë emision. Nuk mund ta kuptojnë. Domethënë është diçka që thjesht e ka dhënë pasurinë për çka, për shkollë. Tash i duket absurditet faktikisht, nëse ja tregojmë ndonjë fëmiu apo ndonjë të riu, por atëherë ka qenë me të vërtetë ashtu. Atëherë kemi qenë me të vërtetë ashtu ne shqiptarët, ndonë ka pas pakt ashtu si zonja Drita, them edhe një herë rahmeti pas shpirti, shpresojmë përmirësim. Shpresojmë në vetëdijsim para se gjithashtu shqiptarëve të vendit tonë, dhe tash kthehem edhe një herë te ajo për momentin më kujtohet, më inspiroi kjo te ajo që më pyetet mua për statuset që i shkruaj unë gjatë komentimeve të ndeshjeve evropianeve apo botërore, dikush ka dhënë altan. Shprehemi kështu në fjalorin popullor, ka dhënë arin për tu arsimuar shqip, ndërsa dikush gjatë kampionatit evropian dhe gjatë kampionatit botëror ma çon poshtë mundin mua dhe shkon dëgjon komentim gjuhën maqedone. Nuk është dashalla që dëgjon e them edhe një herë, por vetëm e shikon më TV1 dhe nuk e shikon më TV2. Që ki postimi interesant, më ka ardhur që e ki postu edhe do shta me nda me ty, me shikuesit. Mickovski pull dorën e Priftit. Mickovski, kryeministri i Yni Maqedonisë, i cili vjen nga VMRO-ja. E ti e ki shkruajt kështu: merrni pak më se më politikan shqiptare musliman të vendit tonë, mos u bëni më katolik se pa. Kjo është shumë e vërtetë. Jo veç Mickovski, këtë politikanë Maqedon i respektojnë shumë Priftat. Për Velikdan mos të folmi aty ki, për festa, për shkojnë vaputhin dorën e respektojnë. Politikanë shqiptar interesant, mos t'i tham këtë për shumica. Për fat keq no. Unë tash edhe parzit, unë kryesisht gjitha statuset që i kam shumicën e tyre i kam me ironi. Në politikë rall përzina, po çka ku jam përzi këtu te kjo më ka inspiru faktikisht ajo. Larg qofte na nuk ka puthje dorësh për askënd, padyshim, po është një gest i cili ta dëshmon dhe ta tregon faktikisht përkatësinë fetare që e ka ai. Dhe ai ta tregon me krenari. Ai tash mos thom, edhe pse është gabim, ai ta madhëron atë. Ndërsa politikan tonë realisht nuk kam çum kujtohet, edhe pse ndoshta inshallah jam gabim.
Inshallah jam gabim, por nuk më kujtohet kur kom pa dikon që shkon fal në Bajram ose mos thon për namaz të rregullt. Edhe pse tash kohëve të fundit kanë fillu, elhamdulillah ka ndryshim. Më kujtohet tash nëse asgjë tjetër kam ka ra rasti një herë deri 2 herë kryetarin e parlamentit ta takoj në Xhuman Mustafa Pash. Elhamdulillah. Inshallah vazhdon ashtu, ama kam dëshirë para se gjithash le ta tregojnë ato që e kanë në veti. Le të krenohen që janë musliman edhe mos qofshin praktikant të fesë të rregullt të islame faktikisht. Po mos ju vjen turp me tregu që janë musliman. Se aty në anës tjetër nuk ju vjen hiç turp. Anës tjetër që po thu për festat e tyne janë të partë që shkojnë aty. Ndoshta edhe shkon vetëm për pojena politik, po nuk ma merr mendje. Po spaku le të shkojnë këta tonë edhe për pojena politikëve. Spaku le të shkon le ta falni Bajram ose le ta falni Xhuma se Bajrami shumë rrallë, edhe le të fiton pojena politik. Ama ta shohën në xhami. Ku është populli? Ku është populli? E jo, faktikisht ati mos thëm ti vjen turp me tregu që i takon fesë islame. Edhe kjo ka qenë faktikisht qëllimi jam, edhe një herë them, larg qoftë, ne nuk puthim dorë, po spaku respekto sikur respekton ana tjetër faktikisht përkatësinë vetë fetare, po. Absolutisht. Edhe një postimi fundit i jotit që më ka pëlqy, edhe du me nda, është kjo. Edhe njëna edhe ana tjetër na lodhet me narrativin nacionalist të rrënjshëm. Merrni e punoni diçka për popullin, bëni diçka për me ndal migrimin e të rinjëve dhe zgjidhjen e milionave problemeve që i kemi si shtet. Mos të ketë këtë shkuptime, kjo për krejt, opozit, blok apo parti, politik shqiptarir apo maqedonëve. Shumë e vërtet, na kanë lodhur me këtë nacionalizëm. Kohëve të fundit nuk e di, nuk ka shi përcjellje realisht, besoj se nuk ka shi përcjellje sportin, edhe mos them diçka tjetër, faktikisht ralli përcjelli po bie me lexu faktikisht. Edhe tash në rrjetet sociale nëse pak e hap deshte apo s'deshte dalin kështu gjana. Nëse nuk gaboj këtë status e kam shkruajtur në gjatë kampanjës faktikisht zgjedhjeve të vitit kaluam, dhe narrativi për fat keq çdo herë në kampanjë zgjedhore, shpresoj mos jetë ashtu tash e tutje, është nacionalist. Na krenohemi dhe themi që do të bëjmë kështu për shqiptarët, ana tjetër krenohet dhe thotë kështu do të bëj për maqedonët. Na e shajmë palën tjetër, pala tjetër na shan neve në thojza, jo direkt. Edhe kjo më ka inspiru faktikisht mu për të shkrujt, kom dasht edhe direkt edhe ma është për hatri ndoshta edhe i shoqërisë, pasi deshte apo s'deshte, kime pas shoqëri nga njëra ose nga ana tjetër, e kom shkrujt ashtu, le të punojnë besona, le të bojnë kushte, mos miren me nacionalizëm. Tashone nuk mund ta llogarisin një si një shqiptar, si një maqedon, ama nuk bëngon asë një maqedon nëse është korrekt ndaj meje. Bashkëpunojmë, vazhdojmë jetën bashk, ai nanën e vet, unë nanën teme. Mos kam nevojë unë ty me çat, ti mu me msha vetëm në aspektin nacional dhe me ato me përfitu. Nanën tjetër mos me bë kur gjë unë për ty ose ti për mu. Ky ka qenë faktikisht qëllimi kryesor. E shoh sikur kohëve të fundit nuk është që ka shumë nacionalizëm. A dora në zemër kum pas shumë dro me ardhjen e Partisë Maqedone në pushtet, që kemi pas rastin faktikisht herën e kalume kur ka qenë ku ka ndodhur shumë probleme. Që i themi ne multietnike, shumë probleme në damin e shqiptarëve. Elhamdulillah nuk është që po ndodh diçka, ndonë se flitet për diskriminim që po ndodh, ndoshta gjithandej, po nuk është faktikisht problem si ta them ti ose unë me gru, me mbulesë, me dalë në anën tjetër. Ndërsa na kohën e kalume, faktikisht në pushtetin e kaluam, të kësaj partie ka qenë shumë problem faktikisht me dalë një vajzë me mbulesë apo një gru me mbulesë në anën tjetër. Pse t'jetë problem? Pse kur nuk është problem, kërkun në botë jetë problem të na. Ky nacionalizëm i rrejshëm i dy anëve e ka bo faktikisht këtë problem dhe kom pas droqe dhe kësaj here do t'jetë, po tash për tash ka ndoshta një vjet që po bëhet i prej këtij pushteti, në sa tjetër këto probleme nuk është që po ndodhin dhe shpresojmë inshallah mos ndodhin. E për punë që ta ndal migrimin realisht jam shumë pesimist që kanë me ndal. Jam shumë pesimist që do ta ndalin jo vetëm te na, tash nëse shkojmë edhe në Kosovë edhe Shqipëri edhe ka masë faktikisht është që po ndodh, është realiteti faktikisht i jetës në këtë kohë. Po le të tentojnë nëse asgjë tjetër të bëjmë pak më shumë, shpresojmë që të përmirësojnë sado pak kushte, nëse jo për neve që i kemi po pak a shumë do vjet, atëherë për fëmijët tonë. Unë e them shpesh kur diskutohet puna e migrimit, migrimi nuk është që bëhet e na shkaku i rrogës. Elhamdulillah tash nëse punon ka mundësi të mira për me përfitu edhe këto. Tash ndoshta jo për me bo shumë, ama për me jetu, për me hangër me pi, po te na migrimi sipas meje ndodh një për arsim, 2 për shëndetësi. Se ti pagun ta njëtën faktikisht këtij shteti për shëndetësi, tatime, nesër mas nesër sprovon Allahu me një smundje,
Nuk të rikthehet e Po nuk është që të rikthehet as 1% nuk të rikthehet. Ti i humb vetë 2-3 orë vetëm të pritë në spital qytetit për me imu parku. E kum përjetuar edhe unë me babën tim rahmeti e pas shpirti, po Allah më shiroft, Allah ta çoj keni sabër, i durim në ato momente që do më thon ti pitaj kaloj që gjithçka ma ti faktikisht vetëm të prit në ran për me hym parking. Po ti kur hin tani në parking derisa gjesh vend. Po derisa gjesh kolic nëse duhesh me bart, po mos thon për tjera, për arsimin fëmijët ton. Faktikisht ky është problemi që neve po na ndodh migrimi. Se nuk është që Mustafa nuk ka me hangër edhe me pi, elhamdulillah, nuk është që Suna nuk ka me hangër me pi, elhamdulillah. Gjithçysh i punon një punë, punon dy puna, mos ketë nënçmim. Mos ketë as pak nënçmim, Mustafa nesër mas nesër del edhe taksi vozit edhe gjithçka bën, e bën i darë, nuk është problem. Çfarë do punë kryen? Del punon kamarier apo gjithçka, e nxjerr një rrokë, bën një dare. Ama Mustafa nesër mas nesër kur sprovohet me një smundje është problem. Problem është. Ndodhi rasti me një dajt emin, Allah inshallah ja zgjat ymrin. U desh me çu djemt e dajës temë në Sistina. Dhe natën na kur folshim e diskutojshim çto. Ai ka pagu, tash është në penzion, i ka pagu mbi 40 vjet këtij shteti faktikisht. Ato pridonesa që i themi ne. Dhe erdh puna ati me u bo stendat, u desh me çu direkt në Sistina mos me rrezikuse, nëse çon spital shtetit i derisa ti bojnë krejt punë. Ndoshta Allah i ka çu sebepin padyshim edhe ja ka çu imrin, ama ndoshta edhe nuk e për. E që ky është problemi faktikisht neve që po na ndodh migrimi. Neve s'po na ndodh migrimi për haj edhe për pije, për luks. Ato po i përjetojmë gjithë. Po vje puna një shëndetësi, po vje puna një mos them tash edhe një arsim i fëmis që ato nuk i kemi që duhet. E që ato inshallah i përmirësojnë që ta politikan që i kam kritiku faktikisht, edhe pse jam pesimist që do t'i përmirësojnë, po Allah e di mas miri. Po jena ka fundi, do është edhe një pyetje me të vetë, si e kështë komentu komentimin e ndeshjeve futbolistike që ndodhë në Kosovë, në Shqipëri, apo nuk i përcjell? I përcjelli po jo dhe shumë. Kove të fundit unat jam kështu direkt përcjelli futbolla ma më shumë lexoj se sa që përcjelli. Me thanë e du kështu e din botërisht gjithë që më afrojnë edhe që më përcjellin për rrjeteve sociale Gallatën e Turqisë, kam që një me një faktikisht e thonë. Edhe Interi nuk e do, po Interi nuk e du, ama nuk është që përcjellë, edhe ma shumë kam qef mi ngacmu, po Gallata kur lumë faktikisht rrallë ndodh mos me këshyrë. Mos thonë tash edhe ndeshje micore kur lumë, unë jam pranë televizorit edhe ndonjëherë ndoshta i hin hak edhe familjes, po edhe shoqënisë, që shpesh edhe u midhnohen. Ndodh rasti për shembull me shoqëni bojnë organizim që shkojmë Kosovë krejt. Ndodh nesër që ka me lut Gallata, inshallah thom jo s'muj. Pse ju tregoj direkt, nuk është i muna me mashtru, mi rajtën, mi thonë, kam obligim familjar ose diçka, thom Gallata lun. Ave qyshti për neve për na le për Gallatën. Po vallaj besom një ose jo edhe familjen, gruën e kam edhe një çik, edhe me ata vallaj nuk dal, amin. Edhe me ata nuk dal momenti kur vjen puna me lut Gallata. Pos Gallatës edhe Milanin deri diku e këshyri, futboll tjetër nuk është i përcjelli. Komentimet realisht më pëlqejnë shumica e kolegëve në Kosovë, po edhe Shqipërisë ndonë se tashmë ka ndryshuar gjithçka. Ka ndryshuar shumë, çka po ndryshojnë realisht edhe paketat ku po transmetohen, po ata e kanë atë fat që unë se kam që thash pak më herët. Ata e kanë fatin që janë aktiv dhe komentojnë çdo ditë. Dhe çu ta them se ti kur për çdo ditë e bën një punë, sigurisht e bën shumë më mirë se sa dikush që e bën për shembull një herë. Mos thom në mujt ose një herë në 4 vjet dhe na e kemi çat problem faktikisht në redaksitë sportit. Për momentin e kemi pas shumë mirë, që e thash, kemi pas 4-5 vjet rregullisht komentimet ligës parë, po edhe ato jo shumë, nga 1 deri 2 në javë. Edhe për ato edhe faktikisht i përgëzoj për gjithë punën që e bojnë, edhe pse ka realisht komentatorë cilët ndoshta edhe nuk u ka hijet komentojnë. Veçanërisht disa komentatorë që edhe teprojnë pak edhe me sarkazm edhe me shprehje jo edhe shumë të mira. Kosova pak e ka përmirësuar kohëve të fundit ato. Shqipëria e vazhdon çdo herë ka një nivel që e mban dhe është mirë, është një punë që e bojnë të mirë, është edhe një mundësi e mirë faktikisht edhe për shumicën e trive. Pasi ka shumë ndeshje, një ka shumë ndeshje, atje në Kosovë ka paketa ndryshme, edhe në Shqipëri ka paketa ndryshme dhe i përgëzoj faktikisht për gjithë punën dhe më pëlqen. Më pëlqen edhe një sen tjetër që e bojnë, që unë e kritikoj shpesh edhe në vendin tonë, të na hala vazhdojnë komentimet të ndeshjeve ndërkombëtare, faktikisht qoftë aty ne që i transmetojmë, shkojnë të serbisht edhe në kroacisht, nëse të ka rënë sy. Edhe Maqedonia si shtet nuk bën asgjë për jashtim të asaj që tentuan para do viteve, por nuk arritën ta bojnë po. E Shqipëri dhe Kosovë më pëlqen që deri në vjet ka qenë në Kosovë Supersporti, i njëjti i Shqipërisë, po Shqipëria dhe Kosova kanë pas komentatorë të veçantë.
Dhe unë shpesh ja u them kolegëve Macedon. Ata mundën derisa ai kanë një gjuhë. Një gjuhë mund. Si ka kushtu kur gjë Kosovës për shembull me marr vetëm sinjalin e ndeshjes Shqipërisë dhe as pak nuk ka problem se në Kosovë është çajo shqipe. Edhe pse do ndryshon ndoshta pak. Nëse atë na ka për mi 10-15 vjet mos thom, që komentimet dëgjohen maqedonisht në serbisht dhe në kroacisht. Dhe shteti nuk bën asgjë. Mos flasim për gjuhën shqipe, për gjuhën e vet, gjuhën maqedone. Dhe nëse mu më jepet mundësia më e vogël e vetme, senin e parë që e kisha bën kështet i shkan ajo. Arena Sport, a Sport Club kush do të qoftë. Tashmë Sport Club nuk ekziston. Komentator maqedon dhe komentime në maqedonisht. Nëse i jepet mundësia tani edhe në shqip pse jo. Ama ata për veti duan me bë faktikisht. Ata për veti duan me bë ato që e thash unë pak më herët, fëmijët e tyre me dëgju gjuhën e tyre amtare. Se ai ndoshta është me ngjashme serbishtja me maqedonisht, ndoshta ata tyre nuk ju dhem, ama duhet me u dhimbë. Të vë, çka është puna e këtyre ligave? Shumë shtrenjtë janë. Janë shumë shtrenjtë. Ata elaboroj. Elaboroj, po Serie A. Premier Ligën e Anglisë Serbia e ka ble 100 milion euro në vjet. 100 milion euro. Po, drejta televizive. Për një sezon. Për një sezon. Me thonë është diçka Arena Sporti. Është diçka domethënë jashtë akret imagjinatave të mia. Po edhe kom lexu, edhe realisht nuk i nxjerr Serbia shumë. Nuk ka mundësi të nxjerr se kom lexu, kom hyrë kom ulumtu edhe kom lexuar në për portale ndryshme, shkrime të ndryshme, analiza të ndryshme faktikisht ekspertave të Serbisë. Dhe nuk është që mundet të nxjerr, ama atë shumë ka hyrë pazari që është e pamundur. E tash ka ndodh, kur ta blen Serbia faktikisht për Serbi, ato drejtat pak a shumë shiten për gjithë Ballkanin. Edhe sa Serbia i ka dhënë po 100 milion euro për Premier Ligën në Arena Sporti, faktikisht për Premier Ligën në Serbi, Maqedonisja ja japin me 1 milion apo 2 milion euro, dhe është e pamundur faktikisht se na shpesh kritikohemi që nuk kemi. Me thënë për momentin kërkun botë nuk ka televizion shtetëror, apo si televizionet e na private që në Alsati apo kush do të qofë si tellit këtë transmetime ndeshje të futbollit. Gjithkund botë, ama bash gjithkund botë, ndeshjet e futbollit shkojnë për këto paketet komerciale. Do të më merr mendja që kështu do të vazhdojë. Do të vazhdon kështu, nuk ka mundësi faktikisht. Sa për ilustrim, na si televizion deri vjetë kemi pas Ligën e Kampionëve dhe kemi paguar mos gabofsha dikon 600 deri 700 euro për një sezon, po ku kena pas vetëm 15 loja të futbollit. 15 loja kemi pas prej fillimit deri në fund, deri në finale. E tash ti zbërtheje 700 euro nëse ka qenë për 15 loja i bie dikon mbi 50.000 euro një lojë futbollit. Edhe tash ti nëse e mendon si menaxheri i televizionit, hajde mos themi televizionit shtetëror tonit më të vës, po nuk e di në një televizioni privat, sa i blen ti 50.000 euro një lojë futbollit për 90 minuta me 50.000 euro shkon i blen 3 seria turke ka 100 epizoda. Edhe që ku është fitimi faktikisht i televizionit dhe që ku është problemi që ti nuk mendon si televizion faktikisht për ta bler drejta televizive, po dhe me menu ti s'mundesh mi bë ball Arena Sportit. Se kur të vjen ai faktikisht ai që i ka drejta televizive, shkon ndoshta jep edhe për 200-300.000, 500.000, ndoshta edhe 1 milion euro ma lirë Arena Sportit, ama e lidh Arena Sportin edhe në Serbi, edhe në Kroaci, edhe në Malzi, edhe në Tena, mos them edhe në Kosovë, ndoshta edhe krejt, edhe për ato është e pamundur faktikisht të ketë ndeshje futbolli. Fatin e kemi na që kampionate evropiane dhe botërore praktikohet si pi UEFA-s ashtu edhe pi FIFA-s. Do e mos, nëse shkon edhe në këto paketat komerciale, shkon edhe një televizion free to air që i themi, na? Faktikisht që mundet me shiku çdo kush, edhe për ato tash për tash elhamdulillah kemi edhe këto kampionate botërore dhe europiane deri kur Allahu e di. Tavo, faleminderit shumë, ishte kënaqësi, a ki diçka për fond me shtu në sen? Jo, faleminderit shumë se ty është kënaqësi çdo herë kur takohemi me ty edhe jashtë këtyre mikrofonave apo kamerave që na përcjellin dhe shpresoj kemi kalu çastet kanë që më për veti kalova shumë mirë për herë të parë jam jetë si mysafir, po kam edhe dëshirë realisht bëj një podcast ndoshta edhe sportiv. Po vallai ide e mirë. Po është ide e mirë, e diskutuam edhe pak më herët para se të hym në studio, po nuk e di sa është mundësia faktikisht edhe nëpërmjet apo konflikti interesi me televizionin, por gjithçysh ky faktikisht lloji i këtyre podcastave në çfarëdo aspekti kohëve të fundit janë, nëse themi kështu me fjalor modernin dhe ti inkurajo fillimisht edhe të përgëzoj. Ti inkurajo për ta vazhdu, po edhe të përgëzoj për punën gjithçka që i ke bë. Nuk kemi padyshim nivelin tërheqës sikur të hoxhallarëve që i ke pas në podcasta ndryshëm, por edhe ti duhesh pak me ndryshu kohë pas kohë temën, me çit topin në anën tjetër që themi na kështu fjalor sportiv. Ky pra ishte vllai i dashur Tafa Mustafa Ademi, gazetari sportiv. Shihemi javën e ardhshme. Selam aleikum.